Prej 5 ditësh automjetet mbeten të bllokuara në parkingjet e shpedicioneve private në gjithë vendin. Kjo për arsye se nuk funksionon sistemi operatori gjerman shfaqe për Maqedoninë e Veriut. Qytetarët të cilët kanë bler automjete nga jashtë dhe presin procesin e zhdoganimit, shprehin shqetësimin se nuk po marrin dot makinat e tyre. Madje po detyrohen edhe të paguajnë tarifa shtesë. Tani e disa ditë automjetet mbeten të bllokuara në gjithë vendin për zhdoganim, pasi që sistemi operativ i vlerësimit të automjeteve të doganës nuk po funksionon dhe qytetarët ankohen se makinat e tyre kanë mbetur të bllokuara dhe paguajnë parking pa fajin e tyre. Nga drejtoria e doganave thonë se pas këtyre vonesave sistemi pritet që të kthehet në funksion deri në fund të javës. Zëvendës drejtori Mustafa Dauti tha se që nga viti 2019 Maqedonia e Veriut ka marrëveshje me operatorin gjerman Shfaqe për vlerësimin e kostës së automjeteve për t'i elaboruar pastaj edhe çmimin e doganës përmes platformës online, sipas vitit të prodhimit, vëllimit të motorit dhe numrit të shasisë. Ai tha se hakerët e kanë sulmuar platformën duke e paralizuar të gjithë procesin e zhdoganimit të veturave. Kemi informacionet tona, rezulton që është hakuar sistemi në Gjermani, edhe do me thonë kjo është arsyeja që neve pra për momentin e tim. Pra po thoni që nuk funksionon në gjithë vendet apo vetëm në vendin tonë? Tash unë mund të flas vetëm për vendin tonë, pasi që ne kemi marrëveshje me atë platformë online, që pak më parë shpjegova. Për vendet tjera nuk e dim se disa ka që mund të kenë marrëveshje me ndonjë kompani apo se platformë tjetër online. Si do ja bëni me këtë, duke qenë se faji nuk është i pronarëve të makinave, por i vetë sistemit, dhe ata po dëmtohen në një mënyrë duke paguar çdo ditë parkingun për vonesa? Po, kjo është një diçka të cilën pra ne e kemi biseduar dhe kemi analizuar, informacionet që na vijnë nga tereni, por atë edhe kemi marrë hapa konkret që me do e mos të gjejmë zgjidhje sa më shpejt, edhe kjo zgjidhje do të thonë do gjendet. Është një diçka që ka ndodhur për herë të parë, do të thonë me këtë kohë zgjatje, edhe me siguri që neve pra do të ulemi dhe të shohim se çka dhe si do të zgjidhet ai problem, edhe në këtë çështje që ju pra e përmendet. Sipas të dhënave të drejtorisë së doganave në Maqedoninë e Veriut në 3 muajt e parë të këtij viti, janë zhdoganuar rreth 16.000 automjete, prej të cilave rreth 70% e tyre kanë qenë të përdorura dhe të ardhura nga Europa. Ndërsa në vitin 2025 në vendin tonë për herë të parë janë regjistruar 69.400 automjete, ku dominojnë veturat e ardhura nga Gjermania, Zvicra, Italia, Franca dhe Austria. Autoritetet thonë se përveç veturave në këtë shifër janë të përllogaritura edhe autobuset, minibuset, kamionët dhe mjetet e tjera motorike. Këto shifra marramense tregojnë se industria e automobilistikës në vendin tonë është e prirë të blejë automjete të vjetra nga Europa perëndimore dhe të tej mbush rrugët tona me vetura të përdorura.